Unë e një mirë të primtarisë, sepse jam një nga miqtë më të vjetër të familjes. Disa nga një pa të shqipteritit, kam fotografiku e këtë fëmijë të Maria, rritur, jam bërë me fëmijë. E që një nga privilegjet, një nga nderët për të luarë, dhe e ka që një mentor i masë të muaj, një rritu me ka ta shumë, edhe përse dhe ka ta shumë, po nga i ishte tepër interesante dhe i bisedë sepse ishte një erudit i madh. Veç të tjerave kemi biseduar gjatë edhe për problemin e vizatimit. Çështja e vizatimeve tek ai ka qenë një prirje e reflektuar nga shtypi i kohës në Francë, në Grenoble. Kjo ka qenë domethënë ai e njëjtë me pikturën, njëjtë me piktorët. Kemi bërë biseda të ndryshme me piktorët. Është interesante që vizatimet e tij janë të tipit zhazh kamfinisht. Domethënë, është një portret midis karikaturës miqësore që theksohet disa tipare, por që ka çuditërisht një portret krejt i ngjashëm, ndoshta jo shumë identik nga pikpamja fotografike, por jep disa tipare të ngjashme, domethënë siç e ka vetë metafora e këtij lloj tipi, e këtij lloj e këtij portreti. Portretet janë shumë të tij, portretet që i ka që nga periudha e Francës, por ai ka bërë një bitare me vizatime, këto vizatime ka vazhduar dhe më vonë, atje ai ishte një shëmbulltyrë për shkrimtarët, sepse ai nuk ishte atë që quhej komoditeti absolut, i mbyllur në këto kabinetet. Ai ka shkuar dhe në rrugë, ka shkuar në kafe, në udhtim, ka pasur një jetë tepër intensive, ka pasur shumë interesa. Dhe është e ambishme që ky ka dokumentuar dhe një pjesë të madhe të bashkëpunës së tij. Ne që kemi njohur të afër, dhe gjithë ju se jeni miqtë të ngushtë të tim, mund të thoni të shumë më tepër dhe shumë më mirë se sa këto fjalë modeste, të thjeshta që thashun, jo pa emocion për miku tonë të madh, këtë njeri i jashtëzakonshëm, edhe si njeri, edhe si erudit, edhe si njeri krijues, edhe si artist, që quhet Vladimir Çeleti. Shumë faleminderit.